dhe zotëri, mirë se vini sot në kafe shqetën në këtë të premte spektakolare ku jeni të burgosur një pjesë madhe në shtëpi tuaja. Ka shumë lider europiane, megjithatë një pyetje ku mbon në përveshjet e shqiptarëve. Ore Ramën, kush e votoi? Do përpiqemi ta kuptojmë, do përpiqemi ta zbulojmë mbi të gjitha në këtë ditë ku opozita krejt ndryshe nga që kemi parë në të shkuarën ka kërkuar ti nxjerrë njerëzit në shesh dhe mbi të gjitha të vazhdojë aksionin e saj për të dokumentuar atë që ka ndodhur në 11 maj të 2025-s, dita kur shkuan të gjithë për ta rrëzuar dhe çuditërisht nga kutia na doli mbret kryeministri. Sot kam dhe një surprizë për ju, shumë nga ju më shkruani çdo ditë për të, veçanërisht të martën dhe të premten më shkruani për të pasi e keni ndjekur në mbrëmje. Zonja dhe zotrinj, për të merrin e disa njerëzve që do përmenden sot, ai e pabesueshme, por e vërtet e pabesueshme edhe për shumë nga ata që punojnë të syrit. Çim Peka live në studio. Mirëmëngjes. Po si jam zotri? Mirë shumë. Dakord, nëse e thua ti? Do të thuash që është zgjura kaqere. Ky është lajmi për ata të brendshmit. Kemi edhe pa gjumë. Çimi, kam një pyetje që ja bëra dhe publikut. Ka shumë kuriozitete. Megjithatë, pyetja, le ta nisim me naivitet. Ore Ramën, kush e votoi? Dhe ta bëj këtë pyetje jo për malinjitet, po duket sikur ka 4-5 ditë njerëzit në rrugë shohin njëri tjetrin dhe thonë, ore, unë se votova. Ti se votove. Kush e votoi, më vëlla? Shiko Flavio. Për një gjë kësaj radhe bien dakord gjitha palët. Që Rama nuk i fitoi zgjedhjet, por i mori zgjedhjet. Edhe thonë dhe vetë. Thonë dhe vetë. Nuk ka sot zë që dalë të thotë që Rama mori këto mandate, i fitoi zgjedhjet. Nuk foli as edhe një fjalë për kontestuesit e zgjedhjeve. Vetëm tha një shprehje, unë nuk e lë pushtetin, nuk e lë kësaj opozite. Pra e zgjedh ai se kujt ja lë. Vota s'ka pikë vlere. Sot ka vetëm një gjë që gjitha palët janë dakord. Zgjedhjet si janë zgjedhje? Janë vjedhur. Nuk kishim zgjedhje, kishim vjedhje. Por, duke qenë se ka rënë çdo mask, dhe është e pamundur të ambulosh këtë gjë, ka dalë një tezë e re, tezë politike, në gjitha mediat, të cilët po e legjitimojnë vjedhjen e Ramës, pra aq kohë sa ka përballë Berisha. E filluan pak më ndryshe. Ky është rezultati i kësaj maske që ra. Çështja kur e filluan thanë, e bën sikur e njohin rezultatin dhe thanë, por ndodhi kështu sepse duhej reformuar PD-ja. Po. Domethënë, pra në një farë formën po e pranojnë vjedhjen, po e legjitimojnë vjedhjen me argumentin se përballë kemi Berisha. Po. Derisa të kemi një opozitë tjetër, Rama është legjitim të vjedh. Kjo është teza sot e këtyre që nuk e atyre që ju ranë maska, që nuk e mbulojnë dot më vjedhjen. Çështja është, kjo është në këtë situatë jemi. Dhe Rama, shikoni, kur miratoi një rezolut... Po se sigurisht Rama si intereson ta vendos debatin të PD-ja. Një rezolut Parlamenti Evropian para disa kohësh për dënimet politike ndaj opozitës, shqetësimin, për që ju lut atyre ta shtynin. Rama ju dërgoi një SMS dhe ju tha, shiko, po e ndihmoni Berishën ndërkohë që unë po mundohem ta reformoj opozitën dhe më dëmtoni në reformimin e opozitës. Kryeministri që merrte përsipër të reformojë opozitën. Dhe çdo kancelari perëndimore ka vënë durt në kokë. Por është çështje kryeministri që ka merr përsipër reformimin e opozitës. Ky ka punë të qeverisë dhe ka punë partinë vet, opozitën e zgjedhën shqiptarët. Pra, pas kësaj, teza që deri dikur duke i çudi dhe çmendroi dhe nuk e artikulon dot kush, se Rama është legjitim të vjedhë sa ka Berishën përballë, tashmë është kthyer në normalitet. Në çdo studio, po ndiq jam rëm tek televizioni këtij Ardi Gjebres. Po. Është një emision që bëhet aty nga hëna në 8 në orare të ndryshme, në Prime. Dilte njëri që thoshte unë jam profesor politike, tani jam i vjetër, por do të hap rrugën profesorëve të ri. Unë dhe personazhi e kam pas gazetar. E nuk ditë këtë që ndonjëherë profesor. Dhe thoshte, shiko, derisa të rritin këto partitë e vogla, deri diku është legjitime kjo që po bën Rama me zgjedhjet, sepse opozita duhet të reformohet. Pra është legjitime që Rama të vjedhë zgjedhjet derisa të rritin partitë e vogla. Po kush janë partitë e vogla? Janë 3 individ, 4 individ
që u krijuan dhe u pompuan nga zyrat nga Mete të Ramës 2 vitet e fundit. Çfarë ofruan ata? Kundërshtit të dy palë. Ata ofruan në letër opozitën e opozitës. Edhe Opozita e opozitës. Dhe në kulmin e fushatës, njëri prej tyre, ky Qorri, 4 ditë fushati kishte rrugtimin e tij në këmbë deri në Athinë sepse s'kishte lek për autobus. Po. Dhe ne pam 4 ditë video të udhëtimit të tij në këmbë, por nuk pam takimin në Athinë. Një patetizëm bolshevik i neveritshëm. Ai mund të jetë djalë shumë i mirë, mund të jetë majtis shumë i mirë, por nuk ka nevojë të bëjë këto. Nuk ka njëri që se beson se i ka lekët për biletat autobusi. Më prish autobusin, thoshte në Kapshtic, tani jam nis në këmbë, hitan se lani 4 ditë derisa shkoj në këmbë Ismail Qemali për të ngritur flamurin në Londër. Iku ky. Del ky tjetri. Lapaj. Tiku. Koha që ka shpenzuar më shumë në media, ka qenë për t'ju thënë shqiptarëve se unë jam djali i Fermanit, thoshte. Po shumë mirë që është djali babai dhe mund ta ketë burr shumë të respektuar. Po nga që i përmenden shumë Vjerrin, si gjykatës i shkarkuar për korrupsion nga Spaku, nga Vettingu, gjithë slogani ka pas unë jam Adriatik Ferman Lapaj. Deri shqiptarët duhet të presin dhe derisa të binden se ky është djali i Fermanit. Del ky tjetri, ky i call centerave. Po. Burr paqime derisa të dalin qimet agronit. Derisa t'i dalin, që të rritet dhaj, duhet të presë shqiptarë, duhet të Rama. Një personazh që gjithë fushatën ja ka menaxhuar gaz deri me Berat. Tani, kam përshtypjen nëse më lejon ty. Pra, unë nuk kam gjë si individ me këta. Por këta, në 2 vite, u pompuan mediatikisht, u pompuan financiarisht, për të bërë opozitën e opozitës, as nuk u bashkuan që të paktën këto të paktën 150.000 vota, po të shkonin dëm. Ishin mandatet, nuk shkonin dëm. Po këta ishin 15 mandate. Këta nuk u krijuan për të marrë mandatet. Këta u krijuan për të quar dëm votat që mund shkonin kjo opozita. Sepse këta nëse ishin realisht për thyrje sistemi, kundër politikës vjetër, Ramës dhe Berishës, këta e dinin që vetë i djegin votat. Bëheshin bashkë dhe merrnin 15 mandate. Çfarë i pengon këta të bëheshin bashkë? Ai ishte vetëm një formulë për ndihmë Ramën. Dhe kishe 15 mandate plus jashtë Ramës pa manipulimin në parlament. Dhe po, kishe drejt, një grup parlamentar me 15 deputet. Është grup serioz parlamentar. Pastaj se si do e menaxhojnë punën e tyre, por këta nuk hynë për të marrë mandate. Këta hynë për të çfarë vota? Jo, për të djeg vota. Pse e them këtë? Shkoni, Rama është kalkulator brillant. Nuk qeveris, por kalkulime elektorali i bën. Çfarë kuptoi Rama në 2023? Sali Berisha në prag arrestimi, pa avull, pa emër në fletë në votimit, pa komisioner, pa numërus, në emrin e partisë Ilir Metës, mori 520.000 vota. Pa gjitha këto. Ose aq i lanë. Dhe Rama bëri llogari shumë thjeshtë. Rama vetë 700 e disa mijë vota me ato masakër që bëri. Rama kuptoi një gjë. Këtyre 520.000 shqiptarëve, njerëz të lirë, boju çfarë të duash. Unë këta as nuk e shantazhoj dot, as nuk i mblej dot, as nuk i detoj të rrinë në shtëpi që të mos votojnë për opozitën. Unë po merrem me këto 200.000 vota të tjera që mungojnë. Çfarë duhet të bëjnë me këto sepse në zgjedhjet politike, që rotacioni është i mundshëm. Që ky njeri do e bashkoj për mlefi e ka shumë shkaqe. Do e bashkoj partinë, do organizohet, ka dhe logon, ka dhe vullën, do shkojnë te ky. Po. Sidomos nëse ka dhe program të mirë. Do shkojnë te ky sepse Rama e njeh Berishin. Berisha ishte ditë bëj fushat, ngrefrin. Atëherë çfarë duhet të bëj unë që të ndaloj që këto vota të shkojnë te ky? Po krijoj 3-4 parti të reja. Po i pompoj me media, po ave gjitha mirë në dispozicion, gjithë hapësirën e PS-së e kanë pas këtë. Po i pompoj me financa, por nuk po i lë të bëhen bashk që këta t'i kthejnë këto vota në mandate. Thjesht po i djeg këto vota. Ja u bën 700.000. Ndërkohë, po e lë dhe Tomën të vjedh, ta them pak më vonë sepse e la Tomën të vjedh. Nuk i duheshin mandatet e Tomës.
I doj Hajdutit Tom në zgjedhje, ta them pak më vonë. Pra ai do jetë kurbani kësaj historie. Ndërkohë, votët e mia që nuk po ndalen ku sipas patronazhistëve, 1 në 4 votues të PS-së 2021 nuk dalin votime. Po. Pati edhe mesazhe që gjithë administratën, gjithë policinë, gjithë krimin, tatimet, oshen, po i hedh në sulm ti të shantazhojnë për të dalë në votime. E bëri edhe këtë. Prap nuk i dolin llogarit. Na doli treni bullgar. Prap si dolin llogarit e diasporës. Dolën kutit bullgare në Elbasan. Prap si dolin llogarit e diasporës. U detyrua të nisë Oland Ballën, nga 1700 vota maksimumi që vjen ditë nga Greqia, të vinin 6000 më thes në ditë nga Greqia që i sillet Olandi. Tani, Rama e dinte që nuk kishte marrë Lulzim Bashën përballë. Kishte Sali Berishën. E kishte vendosur të merrte zgjedhjet. Okej. Por do vinte në një ditë që pasi ti marrë zgjedhjet, për herë të parë nga 2017 dhe këtej, do të kishte një opozitë që nuk ti njeh zgjedhjet, ti konteston dhe e ndërkombëtarizon manipulimin e zgjedhjeve. Po, nuk thot ndryshën televizor dhe ndryshën aksion politik. Nuk kalon si herë tjera. Sepse Ramës është hera parë që i kontestohen dhe nuk i njihen zgjedhjet. Se në 2017 në Lulzim Basha në vend që konteston të masakrën, po hyn qeveri. Afi garë me Selamin. Në 2021 në vend që të konteston të masakrën, hapi luftë me Sali Berishën. Dhe Rama e dinte që me Berishën, së është një provë e parë në 2021. E morën në 2021 me shaka mbaroi Berisha tonë. Kontestoi zgjedhjet derisa i mori presidentin tavolinë dhe u arrit marrëveshja e madhe që në 2005 kishte zgjedhje pastaj. E dinte që me Berishën do kishte këtë lloj problemi. Berisha holl për këtë ditë duhej për 12 maj. Dhe Rama edhe për këtë mendoi. Ato që ka përdorur gjatë gjithë kohës për të sulmuar opozitën, pra Spakun, Altin Domanin, e përdori edhe këtë rast. Si e përdori? E përdori duke krijuar një task force për certifikues. Jo, një task force kundër manipulimit të zgjedhjeve. Sepse njerëzit me idenë që i arriti besueshmërinë në Spaku. Po, sondazhet. Pas arrestimit të Veliajt, i tha, "Ma arresto këtë." Po. So nuk kam çështje votë, se votat i vjedh, sepse më duhet ju të kuotoni lart. Sepse pa u kuotuar ju lart, nuk mi certifikojnë do të zgjedhjet. Ndërkohë, momentin që ju më arrestoni Veliajin, ju pompoj me sondazhe, ju kuotoj ju më lart dhe ju përdor për certifikim zgjedhje. Si për certifikim zgjedhjesh? Krijoni ju një task force që krijuan, bëni sikur po hetoni zgjedhjet, dhe pas zgjedhjeve kapni Tomën. Do më kapni Tomën. Pra Toma ka radhën shumë shpejt për të arrestuar. Toma u la qëllimisht të vjedhte. Do më kapni Tomën, shkoni. Njerëzit e besojnë që Toma ka blerë, sepse Toma blen, por nuk është Toma deformuesi i madh i zgjedhjeve. Është Rama. Është e njëjta histori që kemi parë me dosjet e korrupsionit. Çfarë ndodhi? Sterilizimi. $100 milion. Ta. U bë kurbani, sterilizimi mbeti. U kapë personi që ka kryer aktet për sterilizimin, për llogarit të Ramës, Beqja. Por u arrestua për restorantin, jo për sterilizimin. Incineratorët u munduan ta mbulojnë në Benameten, fal 3 intervistave, dhe që ai s'kishte firma si vend, ju doli blluf, ju doli një kurban tjetër. Arrestuan Iren Veliaj. Dhe njerëzit mendojnë që është arrestuar për incineratorën, e Tiranës nuk është bërë. Jo, është arrestuar për veshjet e Ajolës. E njëjta skemë dhe me Tomën. Arrestojmë Tomën për vjedhjen e votës. Toma e ka bërë, por vjedhja e votës së Tomës është minimale ndaj vjedhjes votës së Ramës. Dhe Spaku tani u krijua. Do të vim të Toma. Edhe do thotë njerëzit, shikoj, ne luftuam vjedhjen e votës. Se ky ka vjedhë votën, po, por është e vërtetë që ka vjedhë votën. Po ky sa ka deformuar? Ky nuk ka vjedhë votat të deformojë rezultatin. Ai që ka vjedhur është ky i madhi, edhe Ilir Beqin. E arrestuam thotë nëse ke fatuar të restoranit ka vjedhë, po ka vjedhë. Po problemi është sterilizimi që ka vjedhë me Ramën. E arrestuam Iren Veliajin. Se pas ka vjedhë bashkë me gruan ka bler rroba. Po ka vjedhë. Po problemi Iren Veliajit është incineratori që është bashkë me Ramën. Është e njëjta skemë. Një sekond. Tani në të njëjtën periudhë që ndodhin këto makinacione në publik, nuk shfaqej ky shqetësim. Në publik, veçanërisht në 5 ditët e fundit, madje ka arritur deri aty sa kur ti thua për shembull pse Sara Mile ka marrë 30.000 vota, njerëzit thonë disa i ka të vjedhme, po njerëzit s'kan qef mulnokën. Tani, a është momenti për ta spostuar debatin
te opozita apo ka një mundësi për të qëndruar tek mazhoranca? Ta sqaroj mirë sa mandate janë vjedhura dhe pastaj hajde diskutojmë opozitën. Shko. Momentin që pranohet që se nga mlefi njerëzit kërkojnë një kokë turku. Momentin që pranohet që zgjedhjet janë vjedhur, ti nuk hyn dot në debatin janë vjedhur shumë apo janë vjedhur pak. Pa, qofse një mandat e ketë provuar, ke 70 provuar. Ke shumë të provuar, por nëse tashmë ka prova pafund që zgjedhjet janë vjedhur, ku e diun sa është fut dora në thes. Nëse dikush shkon të vjedh në bank, se thanë këta shiko, Rama mund të ketë vjedh, po ka vjedh pak. Si ka vjedh gjitha. Një sekund. Rama nuk është budalla. Nuk ka që Rama do vjedhte, e pastaj do bënte koalicion me këta tjerët. Nuk ka hajdut që shkon të vjedh në bank e të kërkojë nesër lek borxh prap, sepse nuk vodi sa i duhen. Po hyre të vjedhësh në bank, ti shkon me idenë që nesër nuk ke nevojë të kërkosh borxh. Rama nuk hyri të vjedh që të kërkojë borxh, pastaj ka agron qevetë dhe ke tomdoshi. Se cili është edhe një tjetër gabim i partive të vogla. Se këta në kuptimin e qartë, këta përveç të përdorshëm, edhe për aty është nuk përdoren, janë delirant ose ignorant politikët. Këta kanë shkuar me idenë se shiko. Po e zbresin, po e sulmojnë Berishën dhe opozitën reale, që të marrin vota, Rama zbret poshtë 70-s, edhe do e bëjë qeverinë me ne. Do bëjnë ish lëzin. Rama do vjedh pak, sepse i duhen aleatë se rrëdhe. Kush hyn në të vjedh në bank, nuk hyn të vjedh dhe kërkojë borxh, lek borxh nesër. Hyn dhe mosh thesim vlla. Rama kuptoi naivitet në këtyre, i përdori, disa e bën dhe me qëllim. Sepse për shembull është ky i nismës. 2 persona kanë biznesin e call center në Tiranë. E ka Agron Shea dhe Olsi Rama. Si ka mundësi ti krijon parti opozitare, ndërkohë që rival bizneset tënë ke Olsi Rama? Nuk guxon ti të hysh, nëse s'keni marrë veshët në talin tregu, nëse s'jen lojmet. Krijon parti opozitare ti për të rrezuar Ramën dhe strategjinë e partisë dhe gjithë njerëzit i kapën nga lokali gazdemit, këto se beson kush. Nëse kishin një gabim Partia Demokratike dhe opozita kryesore në këtë fushat, kishte sjellje me partitë e vogla. Që u la atyre. Duheshin mediatikisht, publikisht, pushkatoheshin, masakroheshin. Nuk kishin nevojë të merreshin me Ramën sepse shqiptarët e dinin kush ishte Rama. 2 gjëra kishin. Programin dhe këta një përdorim të Ramës. Nuk kam asgjë kundër tyre nëse këta bëheshin bashkë dhe votat i kthejnë mandate. Bëheshin 15 mandate dhe sot ti kishe... Po kam një kundër argument. 55, 50 dhe 15, shkoje 70 bashkë me supervjetën në Ramës, ti ato e vejnë kushet vështira. Por këta hynë të ndarë, sepse nuk i donin mandatet në votat mandate. I donin në votat të mos vinin kjo opozita. Kundër argumenti për këtë është shumë i thjeshtë, Peka, është Altin Goxhaj, kundërshtar kritik i Berishës për gjatë gjithë viteve dhe në fund thap s'ka kuptim, thot mos bëjmë aleancë me Berishën nëse do të heqim Ramën. Altin Goxhaj, kështu që me Altinin ka bie bërë kauza. konspiracion kundër meje se kundër Sorosit dhe kundër Ramës. Dhe ka qenë i mirëpritur në këtë studi sistematikisht dhe erdhi ju bashkua grupit opozitës sepse ai betejën e kishte reale ndaj Ramës. Nuk bënte sikur. Mund të kishte 1000 paktasi ndaj meje. Konspiracion pafund. Po patjetër. Por betejën kundër Ramës e kishte reale. Jo i tabakun. Kam qenë një prej kritikëve më të mëdhenj të saj. Por çfarë bëri ajo zonja? Megjithëse u lanë listë të hapur. Hyi dhe bëri betejë. Sepse betejë ndaj Ramës e kishte reale dhe një gjë që sigurt. Një mandat PD-ja e ka prej saj. Sepse këto vota, po të mos ishte Joita Tabaku që erën të kjo, mund të shkonin tek Lulzim Basha. Kjo demokratëve që nuk janë të kënaqur me Berishën, ose nuk e duan Berishën. Kjo i mblodhi. Dhe është kandidate më shumë vota e opozitës. Në vërtet. Po të mos kandidonte kjo zonë, Lulzim Basha merrte mandatin. Mbajini mend, sepse do kishte duhet pak të kënaqur që janë kundër Ramës, por çse duan Berishën. Por ama duan të bënë opozitë. Dhe kjo hyrë dhe ju tha. Këto gjë bënin këto partitë e vogla nëse mos bëheshin e Berishën. Mos vinin në ekstrem. Të bëheshin bashkë. Dhe nuk digjej asnjë vot. Të gjitha ktheheshin mandate. E kuptoj. Çështja është në këto momente. Po kthehesha se e kam bër. Po kthehesha nga Milano. Në avion
nëse i të ngjitur agrën shehaj. Po. I them unë, e ke seriozisht? Po. Po deri atëherë shkoj një 7 herë në tualet avionit. Ka një konspiracion për këtë? Kam dëshmitar. Isha, unë, Goni dhe Gerti, shoku jonë. Po. I them unë, po sa mandate mirë? Minimumi 7, si më 7 do Goni. Unë po nuk bora grup parlamentar, thonë ndërzoj mandatin sepse nuk rrimë politik. I thash unë, ti 7 herë mund shkosh në tualet avionit, po ti 7 mandate nuk ke shans. A në qoftë se ju bëni bashkë gjithë. Nuk i digjni votat. Nuk ka kritik që mund të thotë gjë. Jeni në të drejtën e Zotit të keni formacionin tuaj dhe të mendoni kundër PS-s dhe kundër PD-s. Por ti tek Adriatiku Fermaje tek, ky Qori Hysamedin Firaj tek, kush ishte tjetër? Toma Posë, nuk keni shans. Ju thjesht i shërbeni Ramës. Vota që nuk shohin ka i parcelizoni dhe nuk i ktheni mandate. Dhe kjo ndodhi. Ti mendon se ata nuk e kuptonin këtë gjë? Unë jam më i mençur se ta? Ata këtë gjë e kuptonin shumë mirë. Ky ishte misioni. Një pjesë e mirë kanë dhe nga delirje. Ka një moment që mendon se bësh kryeminist. Për shembull, shiko, po të shikosh ka gjëra e mbani mend në 2021 kur bëri partitë vetë Josefina Topalli, që për unë bëri gabim. Mori diku ke 1800 vota në Shkodër. Josefina Topalli. Thoshte Basha, e shikoni që zbora në një dëm që e lash jashtë 1800 vota morë. Deri diku ta mbyll të gojë. 1100 vota mori Lul Basha gjithë qarkun e Tiranës. 1500 në gjithë qarkun e Tiranës. Më pak se Justin Milloshi vetëm Bashkitë Tiranës. Ne kemi pas kryetar opozite për 8 vjet dikë që individualisht në gjithë qarkun e Tiranës merr 1100 vota. Ne edhe me këtë e kemi mund Edi Ramën. Edhe me këtë e kemi mund Edi Ramën. A e kuptoni sa lehtë është për të mund ky njeri në garë elektorale të ndershme. E kemi mund edhe këtë Edi Ramën. Me këtë edhe me Monika Kryemallin. Me një person që ka marrë 1100 vota e kemi mund Edi Ramën në 2021. Prandaj, kush thot që Edi Rama nuk mundet, vetëm ose është naiv, ose është i lig. Edi Rama nuk fiton, Edi Rama vjedh. Çështja është, ne do i vëmë faj opozitës se vjedh Rama, apo do vendosim që vjedhin ta refuzojmë. Pse nuk e mbron të opozita votet? Opozita nuk është polic, zotri. Çfarë kam pasur kundër Lulzim Bashës në 2021? A kam dalur kam thonë që Lulzim Basha fitoi po ja votën në zgjedhjet? Me ke thonë? Si mund të kërkoj llogari dikujt që fiton zgjedhjet, ti të largo? Unë problemin Lulzim Bashën kam pas me sjelljen pas së zgjedhjeve. Sepse ai në vend që të mos tifte zgjedhjet, do të fillonin protestat, ajo mor me përjashtimin e Sali Berisha dhe me ndarjen e opozitës. Tjetër gjë ka botën 2017. Ajo çfarë un kam qenë i sigurt për Sali Berishën, jemi sinqert, nuk kam qenë i sigurt që ky mund të ngrihet këtë frym, këtë mosh, edhe të përballon këtë fushatë të kishte këtë program. Kto kam qenë më shumë se sa i surprizuar. Aq sa javën e fundit Rama bashkë me oligarkët e tjerë është mbledhë ka qenë i terrorizuar. Aty vendosi pastaj të hidhte të gjithë bandat në fushë. Të vërtet, pati një ditë që kuptuam që ndodh ajo gjë. Ajo çfarë un kam shpresuar dhe koha po e tregon që kisha drejt, kam shpresuar për Sali Berishën e 12 majit, jo 13 majit. Sepse Ramës nuk janë refuzuar vjedhja e zgjedhjeve asnjëherë në këtë vend. Është hera parë që po i bëhet. Dhe pyetja normale dhe e vetmja që mbetet për të qartësuar në këtë moment është opozita çfarë bën sot? Cili është plani i veprimit? Plani i veprimit çfarë do bëjnë shqiptarët? Opozita për herë të parë ju certifikoi shqiptarët se u vodhën. Nuk ka sot shqiptar përveç një fanatiku që nuk thot u vodhëm. Tani opozita e certifikoi dhe nuk do pranojë vjedhjen. Pyetja është, shqiptarë që tashmë e kanë të certifikuar vjedhjen, do e pranojnë apo s'do e pranojnë? Nuk është më çështje opozite. Sill çfarë do opozite ti? Në qoftë se Rama do t'i vjedh, i vjedh. Problemi është do ja pranojmë apo s'do ja pranojmë vjedhjen. Se dhe kjo teza se Rama vjedh sa tjetë Berisha, po kur vdes Berisha Rama nuk vjedh, se pastaj se le ndërgjigje, sepse pastaj do një opozit tjetër. To vetëm naivët mund ta pranojnë. Pa ishte Basha, pse ja vodhi? Po Rama vodhi dhe Rama vodhi gjim arsyen të mos arsye. Rama vodhi edhe vetën në 2019. Në 2019 a konkurroi vetëm. Po. Në gjithë Shqipërinë. Po. Si dolën as 200.000 veta.
i dolën 8% në gjithë Shqipërinë pjesëmarrës. Konkuroi vetëm me një kandidat 14 ditë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nxjerrë pjesëmarrjen dhe rezultatin final, sepse duhet shtu numrat. Ai voti të vetëm, ku ishte vetëm. Nuk rri dot ajo rac pa vjedh. Nuk rri dot. Megjithatë, mund ta përballojë shoqëria një kalvar të tillë për luftë për votën? A mendoni se është momenti dhe mund të jetë frymë për votën, jo. Është për veten po. Është luftë për mbijetesën. Mos ta pranojnë. Nuk e pranuan 45 vjet. E njëjta skemë, se ju duket historik. Shiko. Përsëri do të thotë. Bastarët e majt nuk dinë të bëjnë gjë tjetër, vetëm të ripërsërisin veten. Këta ripërsërisin veten. Në 46 ndori një intelektual nga Shkodra, një brillant, për kohën e çmendur, krijoi parti politike. Pjetër Arbnori. U arrestua 28 vjet në burg, në Burrel, se kishte krijuar parti politike në 46. Është identike ti vesh opozitës sot faj, sepse vjedh Rama dhe ka ndërtuar regjim, është një lloj si ti vën faj Pjetrit, pse e lajnë vend të vjedhte. Ose të thua shiko, Pjetri nuk binte. Pari në vojë Pjetri partin, e në vejë do rrinte. Por kjo është çështje principesh në demokraci. Do e njësh apo s'do e njësh vjedhin. Do njësohesh me të ose jo. Është kaq e thjeshtë. Ti mos pranoj vjedhin, kur mos arsa Sali Berisha. Nëse demokracia është vota, nëse do një regjim, vazhdoni pastaj. Tu ke njerëz që kanë bërë burg në kotën e Hoxhës. Kanë bërë burg, ti ke tash ai realisht mund të ketë probleme psiqike. Tek të Spartak Ngjelen. Është vjedh nga Edi Rama në 2003. Është përsërit gjysma e qenëve votimit Tirana përsërit zgjedhje sepse ja vodhi haptës. Edhe Ngjela e mundi Rama në 2003. Ja vodhi. Gjykata vendosi të përsëritet 50% e qenëve votimit përsëritin zgjedhjet. Dhe pastaj s'morën pjesë sepse u morën vesh çfarë do ndodh. Njeriu që u vodh nga Rama del dhe flet sot, thotë legjitimon vjedhjen. E legjitimon vjedhjen. Ai është vjedh vetë. Dëshmi e gjallë. është vjedh me vendim gjykatës. Kemi protestuar 3 muaj për votën e Spartak Ngjeles. Ore Ngjelen vodhi mua. Po çështja është, pasuajt i vuajnë gjithë shoqëria. Sigurisht. Momentin që zhduk votën. Unë nuk po luftoja për mandatin e Ngjeles. Se Ngjela kryetar bashkie mund të ishte 5 doja dhe duket lule. Por çështja është... Ose mund të ishte si Luli kryetar bashkie. Jo. Ngjela jepte bashkia me qira për një javë, ta kish sigurt atë. Ngjela do të pagunte as drejtë qiras. Ngjela është personazh e nxjerr nga zyra çdo muaj se nuk paguon qira, nuk ka Ngjelen pas një muaji e jepte bashkinë me qira, nuk ka lidhje me pjesë. Por çështja është, ne kishim raportin me votën. Se çfarë ishte Ngjela pastaj shumica dhe e njëjtë. A e votuan Tirancit? E votuan. Ku ishte problemi? Çështja është në këto momente duket se Rama ka bërë një tjetër lëvizje shau, janë të gjithë personazhet kryesorë të Bashkimit Evropian të Europës në Tiranë. A është ky një moment ku mund të ketë një avantazh taktik për opozitën që ta çojë kauzën e saj në diplomacinë europiane? Pas 4 rezolutave? Rama e dinte këtë gjë, po ky është samit sigurie, ky nuk është samit zgjerimi. Është samit sigurie që do bëhet në Tiranë. Do bëhet diku. Që do bëhet diku, është kosto goxha e madhe, ky paguan. Ka dhe i samit tjetër të shtunën, që kanë ardhur dhe liderë botëror nga vende të tjera, me kosto marramense, që ky i merr përsipër. Sigurisht që ky ka bërë këtë gjë për të marrë një lloj neutralizimi ndaj vjedhjes. Ata do vinë këtë samit. Ata duke qenë se do vinë. Dhe zgjedhja ka ndodhur para 2 ditësh. Dhe samiti s'e anullojnë dot. Sigurisht që një formalitet, një urim ku ua kërkon dhe janë detyruar ta bëjnë. Por zgjedhjet nuk i certifikojnë liderët që binë samit. Zgjedhjet i certifikojnë ose jo raporti OSBE Odirit. Raporti OSBE Odirit ishte më i keq se raporti zgjedhjeve të 96-s, i dyti, jo i pari. Mbajeni mend se je edhe më i vogël se unë. Raporti OSBE Odirit i pari, raporti i parë prak, ka folur për zgjedhjet lira në 96. Pasi i kërkuan Sali Berishës përsërisje në 17 zona për ta provuar nëse kishte të drejtë për të ndihmën e opozitës dhe ky refuzoi, në raportin e dytë e nxin. Ndërkohë, raporti i parë i OSBE Odirit për të zgjedhje e nxin. Sot u njësua Partia Shtet, zgjedhjet nuk ishin barabarta dhe shit vlera votës.
zgjedhjet, po që nuk janë të edhe lira. personazhe të çuditshëm. Partia shtet, bashkohet partia me shtetet në një, dhe nuk janë barabartë, zgjedhjet kanë rënë. Në këtë aspekt, zgjedhjet nuk i certifikojnë liderët që vinë për samitin e sigurisë. Me zgjedhjet ka punë OSB Odir. Kishte një deklaratë shumë interesante e ministrja jashtme e Zvicrës. Se shtetet serioze ngelen shtetet serioze. Një gazetar zvicerian i bën pyetje dje, kishte drejtuar një pyetje. Pse uroni Ramën? Pse nuk e uroni Ramën kur e kanë uruar shtetet e tjera? Dhe përgjigjja e saj është shumë korrekte. Ne urojmë kur krijohen qeveritë e reja. E parë dhe nuk dim se është krijuar një qeveri e re. Dhe e dyta, kur bëhet fjalë për zgjedhje, ne presim raportin e OSBE-dit dhe mbas të saj ne pastaj urojmë ose jo. Sepse për zgjedhjet dhe për standardet e tyre vendosin ata. Dhe ne zgjedhje pa standarde nuk urojmë. Kjo është sjellja e një shteti serioz. Po ata nuk kanë çështje samile sigurie. Nuk kanë as problem për të ha burgjin në Shqipëri për të sjellë imigrant. Sepse me lojë të thotë qartë. Unë do mbyll syt sepse Rama më ka bërë më ka falë tokë për burg. Se ka dhe një absurd tjetër. Nga njëra anë të japim dhe të tjerëve. Nga njëra anë thonë, por për këtë erdhi anglezët dhe s'mori gjë. Ose nuk guxoi Rama t'ja thoshte, mund t'ja jap më vonë. Nga njëra anë themi Shqipëria në 2030 thoshte ky president i Këshillit të Evropës. Është një personazh komik po ta shikosh. Ky spanjoll është duket. Shqipëria do bëj çmos do jetë të jetë gati për 2030. Jo, do antarësohet në 2030 thoshte Dinko Frenë Shtypi. Okej. Ky që s'njeh Kosovën. Dhe cila është marrëveshja që po kërkon që bori Italia po kërkon Anglia, besa edhe Spanja vet. Janë këto burgjet për azilantët. Po. Vendet e treta të Europës quhen këto. Po të nëse Shqipëria do antarësohet. Pse e konsideron vend të tretë dhe marrëveshjet janë 5 deri në 10 vjet për këto burgje? Ose është vendi i tretë, ose është kandidat. Ose është antar 2030-ën. Pra nga njëra ana thonë 2030 do antarësohet, nga ana tjetër kërkojnë burgje me marrëveshje 10 vjeçare si vende të treta, pra si vende jashtë Europës. Dhe pa shanse për të futur. Megjithatë, për të rikthyer pak edhe disa mesazhe, ti e di që një pjesë e madhe e tyre po kërkojnë ende llogari për Baton Haxhiun, po do ja userojnë. Kjo është për batut. Pyetja është me këtë kod a mundet nëse neutralizohet vjedhja të ketë avantazh opozita me këtë kod zgjedhor i cili po fajsohet rëndshëm? Tani që kjo është një kod zgjedhor që favorizon mazhorancën, kjo dihet që me kohë. Dhe ky është një kod i hartuar në vitin 2008. Qofse man mend, në 2007 në Tiranë nuk hyen zgjedhje lokale për një firmë në certifikat dhe u shtyn 3 muaj zgjedhje i shtyu mazhorancë Sali Berisha që vetëm ai të futej. Filloi të bënte të njëjtën gjë edhe në 2008, të paralajmëronte bojkot të zgjedhjeve. Dhe Berisha i tha, hartojeni kodin si doni jo firmos, vetëm vendi në zgjedhje pa opozit nuk shkon. Rama e luajti shumë mirë. Kjo është një tolerim që u bë Ramës për të hyrë në zgjedhje në 2008 sepse nuk hynte në zgjedhje. Kjo është e vërtetë. Gjithë atyre që thonë marrëveshja Rama Berisha janë këta spekulantët që duan të paraqesin pazar. Berisha është në mazhorancë. Berisha është në mazhorancë, nuk kishte çfarë pazari bënte me Ramën. Por Rama kërcënonte me bojkot në zgjedhje. Dhe Berisha u detyroi të tha, shtetar, hartoje vetë kodin ta firmos si të duash kodin zgjedhor, vetëm zgjedhjet janë zgjedhje. Kjo është arsyeja e kodit të 2008-s. Edhe Ramës i duhet përjashtonte LSI-n, e donte jashtë, ishte edhe një kod kundër LSI-s, jashtë loje. Kjo është, ndërsa për këta që thonë hartuan së bashku kodin tani, këta nuk hartuan kod tani. As nuk bën reformë zgjedhore. Këta ishin detyruar të votonin një kusht, një vendim të gjykatës kushtetuese, vota e diasporas. Kaq është. Nuk është bërë reformë zgjedhore për këtë zgjedhje. Kjo është reforma 2008-s dhe ajo që boi Rama me votat e korporatave në 2020. Kjo është kodi Ramës. Kjo opozit nuk ka miratuar dhe s'ka votuar për këtë kod. Kjo është kodi Ramës sepse kjo opozit s'kishte gjë në dorë, nuk e ndryshonte Rama, si kishte votat. Kjo opozit bashkoi votat për votën e diasporës sepse ishte një vendim i gjykatës kushtetuese do bëhej. Kjo është e gjitha për ata që flasin për pazaret e kodit. Rama i ka pasur votat që në kuç në kuti, thot dikush tjetër. Po, e vërtet është. Siç është. Po, ja po themi gjë. Data exit polli. Ramës i ka shkuar
Ramës, sipas patronazhit të tij, kur kanë bërë këtë bilancin e fundit, 1 ndër 4 votues socialistë 2021 nuk i dilin në votime. Çfarë do të thotë që Ramës nuk i dilin diku ke 250.000 votues në votime. Nga 770 binde ke 550.000. Në këtë moment Rama vendosi të bëjë masakër. E tha sigurisht që do lëshej, do njëllosë në zgjedhjet, po më mirë bëj pazarin duke qenë pushtet, se sa bëj marrëveshje në opozit. Unë kam menduar që kur thoya që opozita fiton. Shiko, unë kam menduar 2 variantet. Unë kam thënë Rama ka 2 zgjedhje. Ose të bëj masakër, të njëllosë në zgjedhjet, por të bëj pazar duke qenë vetë pjesë tavolinës pushtet, çfarë e bëj në fakt, ose Rama do bëj një dalje të butë, nuk do i prek zgjedhjet, do thoj, do ngjesë që thotë unë bëra zgjedhje të lira. Por prapë s'ka pas besim me ato çfarë ka bërë përpara. Sepse këta kanë një argument që thonë shiko, Fatosnano e la paqësisht në 2005 nuk i preku. Po se Fatosnano kishte bërë burgun para dhënie. Çfarë do që kishte bërë Fatosnano në 2097-2005, logjika politike dhe reaksioni do që shumë i madh ta arrestoje prap, duke qenë se ai e kishte bërë burgun ja 4 vjet në 93 e mbrapa. Dhe Nano kishte një lloj garancie, një lloj imuniteti. Për këdo që kupton pak politikisht, Nano kishte bërë burgun para dhënie. Rama nuk ka bërë burgun. Për këto çfarë ka bërë. Dhe Rama e din që është një gjë për të kryer. Herë ta vonë është një gjë që duhet kryej. Si ritual. Është një gjë i ka pas gjitha funksionet do e ketë këtë. Është një gjë që ka për ta kryer. Dhe çfarë unë dhe shumë tjerë menduam që shiko, ky po bën dalje të butë. Po lejon të bëhen zgjedhje. Po pati një. Por nuk ishte aq trim. Ose e din shumë më mirë se sa ne çfarë ka bërë. Dhe thot nuk ka dalje të butë pa marrëveshje sepse unë i kam kryer këto gjëra. Dhe duhet ta kryej atë tjetër. Më mirë thot po bëj politikën e faktit të kryer. I vjedh dhe zgjedh publikisht lë gjurmë. Dhe le të bëjmë pazar. Edhe me atë rast edhe tromca njerëz. Kur të dalë në marrëveshje. Kjo është pazari i Ramës. A do marrë marrëveshje? Unë nuk e besoj. Ka dhe një shpresë tjetër, thot Saliu s'ka kohë për të ardhur në pushtet, është 80 vjeç. Krijohet një opozitë laramane. Spakun gradualisht po ja heq dhëmët. Se sot duhet ka kush frikë me Spakun. Nuk është më Spaku para 6 muajve që njerëzit flisin për të Spakut. Sot është një prokuror normal që përdoret nga Rama e di kush do. Qofse përpara i kapnin netë kur shkonin këtë dyert e Spakut, sot është mëngjes, s'po përdor në fjali. Jo, mëngjes lejohet, më shumë se ndar. Nuk e qeth batonin kush shkon aty. Thot batonin, nuk e qeth. Nuk ka më. Këtë aspekt thot ndryshoi kodet penale. Le të jetë Spaku. Momentin që i fshi llojet e dëmimit për krimet që kanë bërë, jam i mbrojtur nga kjo pjesë. Edhe Berisha nuk ka më komarën pushtet, sepse mosha bën veten vidiku tjetër, meqenëse po më japin pazar, po pastroj fushin që kur të mos jem pushtet, ndjehemi qetë. Do shtym mbijetesën. Kjo është, jo, kur të mos jem pushtet, të jemi qetë. Amerikanët, Peka, si do veprojë opozita me ta dhe mbi të gjitha, a prisni që të ketë një veprim, duke pasur parasysh dhe veprimet që janë ndërmarrë deri tani? Si do veprojë opozita me amerikanët? Po, jo, sigurisht, a do vazhdoj kauzën e vet edhe tek amerikanët dhe çfarë reagimi prisni nga amerikanët? E para amerikanët e bën reagimin e parë. Nuk bën atë që bëri Blinkeni në 2021, që pa u numëruar kutit, e uroj. Po, heshti deri sot kanë heshtur. Se çfarë deklarate do bëjnë nuk e di. Por amerikanët janë, ose edhe amerikanët, po më shumë sa europianët, janë tek OSBE Odiri. Më shumë sa tek OSBE-ja ke Odiri. Raporti tyre ishte i zi, Flavio. Në qoftë se amerikanët kishin plan të mbyllin syt si në 2021 të ta uronin, harroje se ai raport do të bëhej publik. Nuk ka gjasë. Unë nuk di çfarë do bëjmë me deklarata. Por Rama këto zgjedhje nuk i gëlltit dot. I gëzon? Nuk i gëlltit dot. Është ushqim që nuk hahet. Sepse ndodhi raporti. OSBE dirë në 2021
Dhe urimi i sekretarit shtetit ka ardhur pasi ka marrë garanci nga Lulzim Basha që nuk do i kontestoj. Se nëse ata ishin të bindur që opozita nuk shantazhohet dhe nuk të njeh zgjedhjet, harroje se do ta uronin dhe do bëjnë këtë lloj raporti. Do ishte demokritik, nuk po them që do ishte mosnjohje, por do detyronin parë të uleshin për marrëveshje politike në tavolinë. Ka ndodhur në 2001-shin, ka ndodhur në 97-ën, ndodhi në 96-ën. E gëzon Rama këtë mandat, Peka? Kjo është pyetje që kanë gjithë. Rama nuk i ha dot të zgjidhje. Është ushqimi pa konsumueshëm për të. Ky është lajmi. Rama nuk i ha dot të zgjidhje. Tani kjo është kjo është lojë nervash. Kur them ne dhe ai, shqiptar dhe ai, kush dorëzohet i parë? Sot në orën 17, tek zogu i parë, tek Ministria e Drejtësisë, nuk ka pikë rëndësie sa njerëz vinë. Rëndësi ka akti. Dhe këtij njeriu, në sy të liderëve të Evropës, i thuhet këto zgjedhje nuk ti njoftë dhe kemi plan të reagojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kush ka plan? Të mos pranoj të vjedhët, e ka rrugën. Kush ka plan edhe ndjehet i lumtur se është vjedh, edhe ai ka rrugën. Do marrë 50.000 lekë një herë 4 vjet, edhe. Pse janë dhe zgjedhjet lokale, bën edhe 50 Po flasim për këto. Megjithatë e fundit Peka dhe do të lë të shkosh se e di që e ke kështu me një moment me minutazh. Një koment për mediat pranë Ramës që tani më duket se kanë një revansh dhe çuditërisht ditën e zgjedhjeve sulmonin Syrin, pse Syri po denoncon shkelje. Madje kishte një lajm i raportit, nuk e di a e pe ishte shumë zbavitës. Ja, se shoh ndonjëherë. Po në orën 11 thoshte Syri televizion deri tani ka denoncuar 49 shkelje. Pse po e bëjnë këtë? A është kjo kështu, a është ashtu? Dhe sigurisht raporti këtu. Shiko. Ja. Report Mero Bazek Batonaxhiu. Një koment për këtë të tretë. Ti e din sa kritik janë për këto media dhe kontrollohen gjitha nga Rama. Janë paguar nga insenatorët, kjo është publike, paguar nga tendra publik, kjo është publike, por ama të gjitha televizionet e Ramës nuk i morën përsipër ditën e zgjedhjeve Nigje. Exit poll. Nuk ja morën përsipër. Sado që paguon për ti, sado që janë të kapura për ti, ato nuk ja morën përsipër. Ja mori përsipër vetëm Batoni. Tregon profesionalizëm. Ja mori jo, një minimum. Nuk shkuan dot deri aty. Ja mori përsipër vetëm Batoni që s'ka media, ka një portal që sa herë duhet Ramës poston nga i lajm, asemën se Adias Batoni vet. Ja mori përsipër vetëm Batoni. Dhe ra dakord që pjesëllikun ta bëj Batoni, duke qenë se aty nuk i ngjit pështyma edhe sa dush, dhe pastaj pjesëllikun e Batonit marrim dhe transmetojmë ne. Ky është skema dhe kjo ndodhi. Por ata vetë nuk e morën dot. E filloi me një sponsorizim në Sky News në Itali. Nuk e morën dot përsipër prodhimin e pjesëllikut. Ata morën përsipër transmetimin e pjesëllikut. Prodhimin ja dhan Batonit. Ku ka Baton? Ka pjesëllik. Ti do të thosh, shikoj se më thon pse në studio. Po një do profesor. Do të jap edhe kësaj gjë, duke qenë se Rama nuk djen. Mu më duhej një klonit i përballë që ta vendosja përballë gjitha akuzave dhe fakteve çfarë ka bëjnë këtë 12 vjet. Dhe më të përshtatshëm se sa Batoni nuk kishte. Batoni nuk është as skuqet dhe as verdhët. Pse e pranoni këtë gjë, do thonë ju. E para, shumë biznesmen mund gënjeshin se Batoni e paska mik Ramën dhe paska gjë në dorë dhe helbete i intereson. Dhe e dyta, ka momente që Batoni në delirën e tij mendonte se ishte vërtet Rama. Në mos Rama mendonte se ishte Linda. Okej. Kjo është arsye. E mbyllim këtu, kalojmë në shkëputje publicitare. Faleminderit shumë Peka. Shifemi në zgjedhjet e ardhshme, besoj, në 2000. Shifemi në ndrim pushteti apo në zgjedhjet e ardhshme? Të hënën. Të hënën, dakord. Ndërkohë miq të dashur, do të rikthehemi më njëherë pas pak. Temë shumë interesante që ndronë me ne.